po mbyllim një vit me shumë përballje, po përmbyllim një vit me shumë përplasje. Me një vlerësim të këtillë për 12 muajt e kaluar, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti veçoi si ngjarjet që shënuan 2015-ën, refuzimin e opozitës social-demokrate maqedonase që të marrë pjesë në legjislaturën e re të parlamentit që doli pas zgjedhjeve, aferën e përgjimeve dhe rolin e faktorit ndërkombëtar për arritjen e marrëveshjes së 2 qershorit, që në zgjedhjet e 24 prillit duhet t'i jap fund krizës politike njëvjeçare në vend. As pak nuk duhet televizet nga kjo datë, sepse nuk i kontribuojnë stabilitetit vendit duke luajtur me data të zgjedhjeve. Kjo është një datë konsenzuale, si e tillë duhet të mbetet dhe të gjitha forcat në vend mobilizohen, të organizohen dhe kush është më i miri le të fitojë. Duke folur për zgjedhjet e ardhshme, Ahmeti ripërsëriti qëndrimin e tij dhe partisë që ai drejton, që sikurse tha, partitë politike shqiptare të mos dalin copa. Nuk kemi nevojë për 10 parti, sepse do psohemi, e humbim rëndësinë. Prandaj, 2 parti janë me vlerë tek shqiptarët. Njëra të përfaqësoj dhe të shfrytëzoj të drejtën legjitime që jep populli dhe tjetra të jetë e fortë, korrigjuese, korrektuese e të gjithë punës që bën ajo lëvizje, ajo parti që fiton verdiktin e popullit. Kreu i BDI-s shfrytëzoi këtë pritje të fundvitit që t'ju jep përgjigje oponentëve të tij politik pse Maqedonia nuk u antarësua në NATO dhe nuk mori datën e fillimit të bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Me këtë rast, tha se çështja e emrit me Greqinë betet pengesa kryesore, ndërsa shpërthimi i vatrave të krizës në botë, Ukrainë, Siri dhe Irak, bëri që të defokusohet interesimi i bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e këtij problemi. Problemi i çështjes së emrit është një problem shumë kompleks. Problemi i zgjidhjes së emrit dhe arritja e këtij kompromisi është shumë i vështirë, sepse është një problem shumë emocional. Dhe aty ku ka emocione, nuk ka racionalitet. Dhe pa ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, pa ndihmën e miqve tanë, ky problem nuk merr rrugë zgjidhje drejt kompromisit, por akoma më tepër vështirësohet. Kryetari i BDI-s uroi që në vitin të cilin po shkeli të rritet mirëqenia për të gjithë qytetarët, si dhe që gjatë 2016-s të zbutet problemi i papunësisë. Në këtë shtrirje, Ahmeti veçoi zonat industriale në Tetov, Kërçov e Struk, të cilat pritet të gjenerojnë më shumë vende të reja të punës.